Sërish e njëjta situatë në fshatin Drush. Rreshtit e ditëve të fundit kanë përmbytur një prej lagjeve të këtij fshati dhe rreth 20 banesa kanë prezencë uji në oborre. Mungesa e investimeve në infrastrukturë si dhe mospastrimi i kanaleve janë dhe arsyeja e përmbytjes. Banorët duket se kanë humbur shpresën dhe vetmja zgjidhje është largimi nga banesat, pasi apeli i tyre për institucionet ka rënë në vesh të shurdhër. Karot ton natësh si abontesh. Në zim kam shku më fëmia pa shkollë, në zim zon kanë mbot kërka. Përveç ton katunë veç trunshi 2 lojë ka si janë të mëton sot. Ai ka të 3-4 herë që ka ardhur. Besa, deputeti si e ka çukit rrug për me pa asison. As janë të çil kanalet, asison në zim zon kam shku tash na vetëm mi shit tana çakena me dal për në s'kena çfarë bëna, me pas frik. Me roshin ose s'kena ka me dal. Trallën tjetër para 3-4 javë si kje, që ja kene uji më i madh. Mund ka shku dëm 250 denga. Sot jam t'i ble, 7.000 lek një deng. S'ka ko shkën mazi, na bele na duket veti ronë, tinza fëmijëve pa vintu, se thënë babë më sërejt të dalë në për televizora. Qërë se është. Ka dhe që i kam 2 makinat në barë, pa punë janë fëmija, pa shkollë, pa asizan. Unë nuk di që me folë ma tje për asizan. Që vetë është si që bahet. Edhe në lagjet tonë është të rruga një qisë me uja ma tepër, s'kena ka me kalu me i qu fëmit, shkolli kam qu fëmit në krah. Ka me i qu fëmit. Pa kohë më parë në këtë zonë ishte edhe deputeti i Partisë Socialdemokrate Besnik Brahimi, i cili theksoi se projekti për ndërtimin e rrugës është gati, por pritet vetëm zbatimi i tij.